Qyteti i Klosit quhej para 10 vitesh për ditën e bazarit që bëhej çdo të diel. Simbolike e këtij pazari ishte shitja e bagëtisë nga banorët e fshatrave përreth, por jo vetëm. Sheshi në anën perëndimore të qytetit mbushej me bagëti të im që shiteshin të gjalla, por edhe mish. Në tre kishte thertore ku qytetari jo vetëm nga mati, por edhe rrethet e tjera dyndeshin për të bler mish të freskët. Por prej të paktën 10 vitesh, ky treg thuajse nuk ekziston. Sheshi mbushet me makina, ndërsa bagëtia që nxirret për të shitur është shumë e pakët. Qytetarët thonë se kjo zbrazëtie e tregut ka ardhur për arsye të mbylljes së territoreve në vitin 2016, po ashtu tjetër arsye është edhe largimi masiv i banorëve në fshatra ku bagëtia po shkon drejt shtukjes. Sipas qytetarëve, një tjetër fenomen është edhe mosmbështetja e shtetit për blegtorinë e buqësim, ku fshatrave ju hiqet ndihmë ekonomike vetëm se kanë 5 pule në shtëpi. Nuk ka kush puno, rinia ka ikë komplet, e këtu angel është moshë e tretë. S'ka kush puno. Si mbahet me në këtë treg i gjallë këtu ka qenë me qindra lope, dhije, dele, tani s'ka asgjë. Sot është pushtu nga makina. E vërtet është, ma shumë makina, se rëp, se njerëz. Përndet. Ke bërshkuti? Shko me në qëtë të gjisët e sa pëdu. Po je për të mori se nuk kom pa lekun, o i gru. Unë se kom shef. Unë e maj me në treg në Klosit, plot, që s'kishe ku më ullë me gjatë gjallë, me lëp, me dele, me dhije. Sot e ka coptu makinat komplet. 3 lëp janë gjithsej, sepse nuk ka njeri që shko me blegtori më, kanë hikë këtë në migracion. Kaqë. Kanë gjerë pletësht. Tani s'kanë të këtë më mjatë, s'kanë punu. Blegtoria drejt zhdukjes? Zhdukjes, të kena po, Klos. S'ka njeri ma. Aha. Po. E përket punës të regut, baktijës, vitet patën 10 vjet më para ka t'janë mosh me qindra lop, me qindra bakti timta. Nuk ishte problem, ishte problem i zith, atë do mish, atë do me emorterat pa therë. Tani, është bëshirë të fatit, dalin dit dele në mujtë. Njëherë në mujtë dit dele dhe ka marru të regu. Pse sës nuk vetë dora shtetja s'ku kush. Nuk e kam menën kush për të shtu baktit popli, ka menën me ke vun. Ka rrit një fja ka vun janë i di pula, i thotës nuk t'ja parat e komunës se ke di pula, më kam pa shaka. Ke di pula, njën t'i thotë për një televizor bardhësi, ke televizorin s'ta para komunë. Me vërtet? Për zotën po mërë, sëmë të të rajtë. Mërë me ku ka rrit. Ku ka ndodhur kjo? Në zonën e Gurrës ka gjone e fugara i shkretë. Ke blet di 3 pula në bazar, gjithë kom ba. Nuk i kanë hiq ndihmën ekonomike vetëm se ka pula? Po për zotën. Ke ble pula. Kurse tjetëri thot kom pa me karrosa. Në Borrell tha ke fillu punë me karros, me karros i ka hek parët e kalemojve. Si gjë nuk ka gel. Po a demilizumër ka tunari. Se ka tunari ve baktit, një fjallë do të vinë 100 vetë për të moni kecë. Do të vinë 100 vetë, a nuk e merë njani. Se s'ka të katë me e morë. Ate si të rikën barinë maldu, kur mu nuk më shetë të qinë që a keci. Si të rri, bari ju, ku të haju. Unë së unë që ditëm për shtetit. Ky shteti jo unë që kemi sot ne. Me pas për t'i thëmë për shpija, i jep 4 makina lek. Me ble shpijin tjetri, e mutat, me ble makina shtrejta. Kurse mi përmen baktin e ke vra shtetin tonë. I përmen e që du pare për bakti e ke vra shtetin tonë. Shko ke banka, mush me i morë para ti. Mush me morë para në bankti për ble bakti. Përmen e fjellën bakti, je i vra, nuk t'jep kosh asë dhe leku. Osa ta jep, ke të morë 100 milion, po thot ke dhënë 300 milion vit, po i morë për bakti. Atëherë ku ka popull? A kini apliku ju për këtë? Jo, s'de me dit. I kom thonë, ja e thot, hajde set, hajde nese, hajde mas nese. Konkretisht, përsa kini shku për aplikim për të blerë bakti? Ora kina diskutu 100.000 herë, nuk ka burë nërët i mori pare. Dhe në mi morë, dhe këtë pruthosh dhe muj, po, sa filloha me baktin, je thot këtë prush dhe muj pare, të pashtu s'kam në vej unë. Unë si ti morë shtani ti bëjë 2 prap. Qa fitova unë? S'le me morë frimë mërë burë.
Nuk t'jep kush para, harre se do të kush para t'i bro bakti. Dhe po pate bakti, këtu s'ka kushte për të tregtu baktia sa është i pushtu nga makinat. Njëherë është i pushtu, ka qish në vetën këtu, që a pushtu nga makinat. Po, tani ka dalë fundi komplet, sepse nuk ka kush ta gatë me blej keq për ti. Një fjallë, hajde ti në dishqira, një keq, që këto ke për ti pa, mi fjallë 3 mu rresh, ka ta gatë kush mi morë. S'ka ta gatë popli. Për çdo djel dalën Po, që do ke? Nuk ka ta gatë kush për ta blej, është e vërtet, unë se kom për në partish, se mas i partije nuk jam. Mas në lej partije me këto partije nuk jam. Po, është e vërtet që të thamu. Mush me gjë shtetin tonë, me më fjalim në televizor, që afrohi populli dashur, kush dhe me morë bakti, të vike bonga ti mori mi fjasi që e bota, pa përqinje, mush me e pa shtetin tonë një thanë kuj. Na mytën pyet, na mytën shkurët, as i bakti nuk kam, pse se s'ka lekun tjetëri. Nuk ka lekun tjetëri. Tregu i Klosit quhej për pranishmërinë e tij që para viteve 90, por tashmë thuajse është tukur.